Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dy do të flasim për thirrjen e Berishës në prokurorinë e posaçme, për ngjarjen e 21 janarit, si dhe për zhvillimet e mëtejshme për hetimin e zonjës Balluku, zëvendës kryeministres, dhe çfarë pritet të ndodhë në Partinë Socialiste ose më saktë në Bashkinë e Tiranës, tashmë që u rikthye gjykata kushtetuese, riktheu Erion Veliajin si kryetar de jure të bashkisë më të madhe në vend. Leonard, përse u rihap kjo çështja e 21 janarit? Kjo është bërë një herë gjyqi. Mundet të një çështje të rihapet dhe të ka një vendim gjykatës lartë, që i ka vënë një kapak të madh. Po. Jo vetëm që është bërë, por ka një vendim të gjykatës lartë të vitit 2017, nëse s'gaboj. Shiko, Baba Ramo, 21 janari për unë personalisht e kam parë nga ana juridike si një pazar të madh midis palëve politike. Që në momentin që ndodhi edhe çfarë prodhoi mbas andaj, domethënë. Ajo darka. Çfarë pazar mes viktimës dhe Po. Viktimat kanë qenë vetëm ata qytetarët e mbjerë. Po. Këta të tjerë që kanë qenë në politikë thjesht kanë mbjellur kush më shumë e kush më pak, atë iluzionin, domethënë që këti e bëre unë e vrava, dhe në 21 janar shikoni gjithmonë paradën me vello të zezë të zonjës Balluku, apo të Taulantit, apo të Edi Ramës, i bën lëshoni lot krokodili bija aty e viktima. Dhe sot e 14 këta nuk kanë shkruar një gjysmë letre për t'ia çuar spakut për japja e timet. Po lere kjo histori. Ajo që po ndodh tani është vjetë si derivat i një vendimi të Strasburgut, i cili e konsideroj krim shtetëror. Absolutisht. Po. Madje edhe kur e konsideroj krim shtetëror, ky spaku i Ermalit, nëse Ermali i ka shumë qejf ta spakistët, nuk donte ta merrte fare në këtë çështje si në hetim. Madje ja kaloi gjykatës së Tiranës, të jurisdiksionit përgjithshëm, tha nuk është ta çështje ime, tha hetojeni ju, tha se këtu tha nuk ka politikan të lartë. Aty vetë politikan të lartë ka, po gjithsesi. U deq prap një vendim i gjykatës të lartë që t'ja jepte spakut këtë të drejtë, domethënë për ta hetuar. Tani aty është gallata më e madhe e kësaj gjëje. Se shikoj unë kështu. Çdo lloj vepër penale, pa hequr këtu vrasjen apo krimin e organizuar, nuk parashkruhet. Që këto nuk i ka kaluar afati, të gjitha të tjerat deri tani që ne flasim janë parashkruar. Pra ne bëjmë gallatë. Ata bëjnë gallatë. Vrasja këtu kemi të bëjmë me vrasje. Janë dy vrasje të pazbuluara. Vrasje, di që quhen vrasje ti. Sikur Berisha dhe Lulzim Bashka këtë marrë atë një takun dhe këtë qelluar. Po sikur po bëj avokatën e djallit tani unë. Po tani po nëse kanë urdhëruar për vrasje. Po sikur tani na kalove edhe një herë te ligji i barazisë gjinore. Mos më ngatro tani të lutem aty se unë po them domethënë për gjëra që flasim me realitet. Vrasje nuk ka, të paktën të urdhëruar po flas në këtë aspekt. Edhe kjo pjesa tjetër e krimit të organizuar nuk mund të faktohet për mendimin tim, dhe këta do ngelen te pika shpërdorim detyre, ndikimi palishëm. Dhe po nëse do rrim te këto pika, po të them unë që gjitha këto dyja këto vepra penale janë parashkruar. Pra do jetë një spektakël për të na hedhur hi syve në të gjithëve, a thua se çfarë po bëhet nga atje. Edhe dëgjojmë juristët po. E vetmja gjë risi në të gjithë këtë hetimin e kësaj çështje është një bisedë e incizuar që është vënë në dispozicion spakut. Që është bërë publike dhe aty dëgjohet do unë që hapni zjarr. Po edhe aty do vijem tek ideja që hajde do bëjmë një akt ekspertimi, se kujt është zëri, po s'është imi, dhe pastaj do tallen edhe një 2-3 vjet të tjera këto në këtë histori, dhe pastaj do jetë parashkruar edhe këto dy vepra. Okej, ja do të gjejmë një jurist tjetër, Kreshnikun. Kreshnik, është tallje show apo do në pret që të bëhet drejtësi? Dua të gjej një metaforë për të përdorur, domethënë mendoj që kur ta gjesh thuaje, po vazhdo tani pa metaforë. Është një veprim i detyruar për të kryer për shkak të detyrimeve që ka përcaktuar Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit, e cila e orienton si detyrim prokurorin për të hetuar drejt pra është një procedurë që duhet bërë. Po, një krimi shtetëror. Pra është një procedurë e cila me Lagojen. Ne nuk desha ta kaçun nana me Lagojen dhe praktikisht. Përse do sepse janë dy vrasje që nuk janë gjetur autorët. Jo, një është, një. Vetëm ajo Alex Nikës. Po. Qoftë një, po.
shikap. Dhe Korandedës më duket. Që tani unë ndryshe nga kolegu e konsideroj që ajo është vrasje dhe është e organizuar për faktin sepse janë provat që bindin që është vrasje e urdhëruar. Fakti që azjesuan të gjitha videot dhe regjistrimet 24 orë më pas, tregon që ata të cilët urdhëruan vrasjen u kujdesen për të mbuluar gjurmët. Është deduksion. Për të zbehur si deduksion. Po pse atëherë do ishte e kundërta, do ja afronin videon prokurorisë për të thënë urdhroni, nuk ishte vrasje, shikoni gjithë pamjet dhe dëgjojni edhe zërat e gjithë zyrtarëve çka ndodhen në kryeministri për të zbardhur të vërtetën sepse nuk ka pasur vrasje. Fakti që bën të kundërtën, azjeson videon, do të thotë që ka dhënë urdhër dhe s'do të shohin dhe të dëgjojnë se çka ndodhur tani. S'është kaq, domethënë se është të fyeshin inteligjencën për çështje profesionale për këtë gjë. Dhe nuk është vetëm çështja e videos, po është penguar grupi hetimor edhe në vendngjarje. Unë kam folur drejt për drejt me prokurorët. Po, Kreshnik, kjo të çon drejt faktit që ta akuzosh për vrasje zotin Berisha? Po prit më, unë s'po përmend emër deri tani. Unë s'kam përmend Berishën fare me emër. Unë kam thënë, unë po them që kemi të bëjmë me një vrasje në cilën e çdon një komand për të shtonë. Dhe jo për të shtonë për të vrarë pluma, as për boçet e pishës, po për të shtirë në turm. Dhe nuk bëhet fjalë për një plumbë. Bëhet fjalë për qindra plumbas, se nuk kemi vetëm 4 të vrarë, po kemi dhe disa të plagosur, po kemi dhe plumba të tjerë të cilat kanë shkuar po në drejtim horizontal, në nivelin e gjatësisë njerëzore. Dhe është hetuar kjo çështje. Dhe është hetuar kjo Krishnik, jo thjesht për të them domethënë. Se ky është problemi, se ata i kanë vënë kapak një çështje. Vetëm një sekond, vetëm një sekond. Jo thjesht isha tani çfarë nuk është hetuar? Tani çfarë nuk është hetuar? Nuk është hetuar në radhë parë personi i cili është vetë deklaruar se është personi më informuar për çështjen. Që do të thotë personi i cili është shprehur më shumë në harkun kohor të 48 orëve është vetëm një person, i cili dilte dhe thonte kam dieni. Është vrarë me çadër, pistolet, është vrarë me thik, është vrarë nga shoku që ka ngjitur, është vrarë në afërsi, etj. Tani çfarë ndodh? Unë nuk po them që duhet merr ai pandehur. Por prokuroria, organi akuzës, veprimin e parë që duhet kryej, përveç këshyrjes vendingjarjes, është që të pyesi personat që janë dieni për çështjen. Dhe personat që janë dieni për çështjen, gjithmonë janë e para personi i cili është pronari, zyrtari, administruesi apo menaxhuesi i ambientit ku ka ndodhur ngjarja. I ka thirrë Kreshnik, i ka thirrë dhe Bamir Topi. Ta mbaroj, se ka thirrë. Një njeri nuk e ka thirrë, Sali Berishën se ka thirrë. Jo, më fal, se më keq kuptove. I ka shkuar shkresë zyrtare edhe ish presidenti Bamir Topi dhe ish kryeprokurore Sina Rama dhe ata do po flas për tani, po flas për atëherë, po flas për mbas ngjarjes për atëherë. Okej. Për atëherë. Tani çfarë ndodh? Prokuroria mund të ketë bërë gjithë përpjekjet. Aman prokuroria nuk flas për Spakun tani, flas për prokurorinë në 15 vite, nuk gjen dot justifikim të thotë pse nuk ka pyetur si person në dieni për ngjarjen Sali Berishën, që është kryeministri dhe detyrë adite dhe është deklaruar që kishte informacion për ngjarjen, dhe ministrin e Brendshëm. Është e pa imagjinueshme që dy persona aty që s'ka lënë njeri pa pyetur, edhe njerëzit mitingi ka pyetur, dy zotët e zyrës nga erdhën plumat nuk i ka pyetur. Nuk po them dhe një herë ti merrte të pandehur. Faren, për sa kohë nuk kam prova, por a donte që të zbulonte të vërtetën? Si ka mundësi? Më thënë, dhe çështja është që prokuroria ka treguar që ka pasur frikë t'i pyesi këta dy persona për 15 vite. Prandaj ka marrë Ina Ramën pra që ta pyesin, sepse Ina Rama ka qenë kryeprokurore në aso kohë,
Edhe rezulton që të paktën me deduksion, po them unë, me deduksion i bie që prokuroria s'ka bërë punë e vet aso kohë. Shiko, kjo që po bën SPAK-u, edhe unë mendoj që është një procedurë e detyruar, që buron nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare. Që të pyes zotin Berisha si një person që ka dieni për hetimin, nuk do të thotë që ta marri atë me cilësinë e të pandehurit, ose do shkoj drejt marrjes së tij me cilësinë e të pandehurit. Pse mendoj unë që nuk, ose ka pak shanse të ndodh, nuk po them që s'do ndodh, po ka pak shanse të ndodh, sepse që ta marri atë me cilësinë e të pandehurit, duhet gjej një lidhje të drejt për drejt, që të ngrej akuzën për vrasje, se të gjitha akuzat e tjera, shpërdorim detyre, pengim të zbulimit të vërtetës, e tjera janë parashkruar. Pse paragjykojmë, dinë çfarë ka deklaruar Lulzim Basha, kur është thirrur po ai në SPAK? Po është shumë e vështirë që të gjesh fakte dhe prova direkte që implikon për vrasje, që të ngresh akuzën për vrasje për ish kryeministrin. Është shumë e vështirë. Do presim, por unë për vete jam pesimist, që të ngrihet një akuzë e tillë për ish kryeministrin. Çfarëdo që të ketë thënë zoti Basha, edhe nëse zoti Berisha ka dhënë, po themi, një urdhër për vrasje, nuk besoj që ata mund ta implikojnë, por jo provë direkte që ai ka vrarë. S'ka shkruar gjë, s'ka dhënë asnjë gjë të. Kështu që unë mendoj si një procedurë që do shkoj drejt mbylljes. Mos është një lëvizje taktike Armaldoni që këtej morën të pandehur zëvendës kryeministrin nga qeveria, tani për ekuilibër politik për të qenë politikisht korrekt, po thrasin Berishën? Nuk e shikoj në këtë shtrim për të vetëm arsye se siç e tha dhe Leonardi, unë besoj të institucionet e drejtësisë. Kam një prirje për qenë sa më shumë një njeri i cili mendon që Shqipëria Jo, nuk është se po thoshe të mos besosh. Jo. Po të besosh në ekuilibër. Në ekuilibër, por dua... Edhe peshorja drejtësisë ekuilibër është? Ekuilibër është. Balancë është. 35 vite, atë se çfarë kemi parë nga SPAK-u me të metat e veta, ka dhe një produkt. Se ne kemi parë këtu në Shqipëri për shkak se edhe të një mentaliteti trashëguar komunist, ku Enver Hoxha zhduku kisha e xhamia për të bërë zot i Shqipërisë, kurse politikanët shqiptar zhdukën drejtësinë për të qenë zot të drejtësisë. Kështu që në këtë kontekst, ajo se çfarë ka bërë SPAK-u, përtej kritikave që ne mund të kemi, sepse kritikat janë të shëndetshme në një botë demokratike, duhet edhe të lavdërojmë atë punë të mirë që ka bërë, sepse nuk i shikojmë politikanët shqiptar që dalin buzëqeshu nga dyert e SPAK-ut, se përpara duket sikur vinin për paradë në dyert e drejtësisë. Është një lloj si prokuroria e Raniçelës. Si ti standard. Po të thrisë Raniçela aso kohë, se ti je shumë i ri, Babaramo janë pak më kështu, po të thrisë aso kohë, edhe po ta kishte emrin Kadriazbiu, shkonjet e vendi. Dhe këta kur thresin, të sigurojnë që në ana procedurale, SPAK-u Bileari Raniçela ishte në çikës më mirë se sa ka. Nga ana procedurale, unë nga ana procedurale kam një parim që nuk flas me njerëz të fuqishëm, sepse unë nuk jam ekspert. Ti i dashuruar pas SPAK-ut në mënyrë kështu vibrante, nuk e se nuk jam i dashuruar sepse shumë jam unë e dashuruar jam me Shqipërinë. Don ti ndan opinionin që ata janë heronjtë e fëmijëve tanë? Unë heroj është fjalë e madhe, sepse ka diçka zoti Babaramo. Ne nëse u vëm epitete shumë të mëdha SPAK-ut apo aktorëve politik, atëherë çfarë do të themi për figurat që vërtet kanë bërë për Shqipërinë, për Nolin, Fishtën, Ismail Qemalin, Skënderbeu. Kështu që t'i lëm këto heronj ata se ne pak kemi dhe këta duhet t'i glorifikojmë këta që kanë qenë dhe jo këta që s'kan bërë asgjë. Por në çështjet e zhvillimeve dhe në çështjet e asaj se çfarë po ndodh në Shqipëri, ne kemi parë që SPAK-u ka dhënë disa inpute të shëndetshme. Ka gabime nga ana procedurale, as nuk e diskutoj. Këtë duhet ta shohim nga vendimet e gjykatave. Po ajo është pjesa pastaj nga GKK-ja, po më them çfarë po bën deri në këto momente që akuza mund të ngresh, po politikanët shqiptar i ka trembur, sepse politikanët shqiptar nuk i tremte asgjë, vidhnin se Shqipëria sot që është në këtë gjendje. Zvendës kryeministri, më rezulton kështu. Zvendës kryeministri më rezulton kështu sepse që njëri që po hetohej për 10 milion euro për atë të ilaçeve, të aparaturave kirurgjikale. Po për ministrin e shëndetësisë. Dhe pastaj do ona ai që në hetim për këtë,
dhe vajti vithte edhe nga ato ndima, qa ishte ato ushqimet. Jo vetëm ai, po dhe zëvendës kryeministrja që Pam në njëri tjetër se pam të trëmbur. Thuj këtë tjetrën, para një muaj... Jo, se, jetojnë gjendje të lirë. Para një muaj vetë i madhi Altin Dumani, në parlament tha, ne kemi bërë një luftë të pa epur, tha, kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por tha gjatë 2024-2025, tha në rezultat tha që korrupsioni tha është galopant dhe është rritur. Po tani nuk më kërcet kjo si ide, se tani në qofse që kanë tremur nga ty, si SPAK, duhet të binte nivelli korrupsioni, ju të ngrije nivelli korrupsioni. Sepse çfarë ndodh? Struktura politike ka deformuar dhe strukturën sociale dhe struktura sociale. Po jo se nuk kanë frikë, por janë bërë si një çet të cilët kanë vetëm qëllim të vjedhin sa më shumë thonë, sepse ne do dënohemi, po t'ju lëmë në një gjë fëmijëve tanë. Këtë mundësi kanë ata sot. Duhet ndryshoj strategji SPAK-ut. Po SPAK-u duhet veprojë dhe GKK-ja, por më mirë. O Ermal, Rovena Vodo të ka shkuar për një arkë me peshk në Burg, zëvendës kryeministrja të prezumuar 50 milion euro, është në detyrë tani çfarë SPAK-u po më flese, po më çudit tani. Belia i thoshin deri dje nuk e prekin dot. Zonjë Balluku nuk shkojnë dot, po ja që shkojnë. Po dhe Erion Velia i ka shkuar për të brendshmet e gruas, mor zotri, nuk ka shkuar për inceneratorin. Në qoftë ti e çoja atë për shkak të detyrës që ai kishte, atës jam dakord me ty. Por jo për... pra tani mos në bëse po bëjnë galat tu o burë tani. Na i bërë SPAK-un si... Edhe tani edhe një po... Se nga këtu janë, do me në gjdo gjitha... Po pun të mora për shembull më. Të mora shembull Rovena Vodon, për një ark me pesh, ja ku e ke këtë tjetrën. Të mora shembull ish drejtoreshën e kadastrës, ish kuj... Po duro. Qove, po s'është pasekur mu. Qove, ish drejtoreshën e kadastrës të Durrësit, i vajti e kërkove 7 vite burg, me gjykim të shkutuar 4.8, nuk ka bërë një ditë burg. Kjo është pikësh nga Trut e Kokës, tim po akoma SPAK-u. Mirë. Se ti me vetëm to në rregull, Erman, nga nesër do filloj ta dashuroj dhe unë. Po, GKK-ja jep. Mund të them një opinion për... Më falë... Jo, po shkoj të diskutimi shumë interesant në lidhje me Ballukun, Velian dhe që duhet bërë patjetër, po do e thoni diçka për paraqitjen e Berishës në SPAK në lidhje me një çështje madhore që ka shënjuar historinë në fakt të Shqipërisë, siç ka qenë ngjarja 21 janarit. Unë sigurisht jam i lumtur ta shoh Sali Berishën aty, jo vetëm në në pozitën e atij që është në dieni të ngjarjes, po sigurisht edhe i pandehur kumagjen, si më thënë. Megjithatë, edhe pas analizës që bën juristët, unë e mirëpres faktin që ai është marrë për të pyetur si person në dieni, sepse dhe vetë fakti i tyre është edhe Lul Basha në këtë pozitë, dhe kontradikta mes tyre mund nxjerrë në pa për publikun një sër le themi ngjarjesh që kanë ndodhur mbrapa kujtave që me deklaratat si thua të rreme për shkaqet e vrasjes së 4 qytetarëve, që me fshehjen e provave, zhdukjen e provave, si thua, me vendimin për të shtënë mbi Pra ti prezumon që ata mund ta kenë bërë në bashkëfaqësi? Unë jam i bindur, aq sa më takon mua, unë kam mendimin që ata sigurisht janë fajtori kryesor Sali Berisha, sa më takon mua, domethënë. Luzim Basha thjesht ka marrë urdhrat e Sali Berishës dhe është në një pozitë që ta dëshmojnë këtë gjë. Pastaj, se sa këto dëshmi do shërbejnë për ta çuar në të pandehur të paktën Sali Berishën, nuk s'di ta them, po edhe sikur të mos dalë si i pandehur, nëse hetimi i shkohet deri në fund. Dhe këto gjëra me ato prova që kanë ngelur tashmë dalin në publik, pavarësisht se Berisha mund të mos dënohet, janë shumë të rëndësishme për gjithë ne si shoqëri, për të situar, për të dalë një konkluzion, për të mos ngelur thjesht tek spekulimi ose tek hamendësimi i asaj që ka ndodhur dhe i fajtorëve të vërtet situar. Pavarësisht se në fund ditës, për shkak se është parashkruar, mund mos dënohet, le të themi, Sali Berisha. Është një proces shumë i rëndësishëm, se sa pastaj SPAK-u do të xhojë deri në fund hetimin me ato prova që ka ngelet për tu parë. Po fakti që është thirrur si person dieni është për të mirëpritur nga të gjithë.